askush që është në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe GKK-s nuk përfiton. Ministri i Drejtësisë dhe përfaqësuesit e mazhorancës në Komisionin e Ligjeve e nënvizuan disa herë që nuk do të përfitojë nga amnistia penale askush që është dënuar nga gjykata e posaçme. Ngjan si mesazh i detyruar nga Tirana për Brukselin pas kushtit të vendosur në raportin e IBAR për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. E theksoj 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit GKK-o përfitojnë nga kjo amnisti. Pra, përjashtohen të gjitha vrasjet në rrethana celsuese, të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, korrupsioni dhe krimi organizuar, veprat zgjedhore, pastrimi parave. Nga drafti aktual me amnistin penale do të lirohen 380 të dënuar, 900 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm, të gjithë burrat, të cilët janë dënuar deri në 3 vjet, ose u kanë mbetur më pak se 3 vjet, të gjitha gratë, të cilat janë dënuar deri në 4 vjet, ose u kanë mbetur më pak se 4 vjet dënim, të gjithë burrat 60 vjeç e sipër dhe të gjitha gratë 50 vjeç e sipër për të ardhur tek të miturit në momentin autor të kryerjes së krimit. 18 vjeç e poshtë, pra më pak se 18 vjeç. Numri mund të jetë më i lartë nëse do të pranohen propozimet e Komisionit të Ligjeve si Majtas dhe Djatas. Nga opozita ishte i pranishëm vetëm deputeti Arjan Doja, i cili më shumë se si përfaqësues i opozitës zgjodhi të fliste si një ish magjistrat. Faktikisht nuk jam zëri i opozitës sot. Jam një ish magjistrati. Ashtu si Partia Socialiste dhe ish prokurori mendon që nga kjo amnisti duhet të përfitojnë të dënuarit që kanë marrë vendim të formës së prerë edhe pas 31 dhjetorit të 2025-s, deadline i vendosur në draft si kusht kryesor. Më e pakta është 31 marsi i 2026-s. Më e udhës do ishte data 15 ditë mbas hyrjes fuqi pas votimit fletor zyrtar. Nga kjo amnisti do të përfitojnë vetëm ata që po vuajnë dënimin në burg dhe sipas të dhënave të Ministrisë së Drejtësisë në sistemin penitenciar, ndodhen 4982 persona, prej të cilëve 1827 të dënuar, ndërsa 2629 të paraburgosur. Pas diskutimeve në komisionet parlamentare, amnistia penale do të shkojë për votim në seancën e 18 qershorit në parlament.